unë dua t'ju them përvoja jonë me sondazhet 2023-shit. Në 2023-shin sondazhet zakonshme më nxirrin 1% si kandidat për kryetar bashkie. Sondazhi më bujar për ne ishte 2.4% dhe ne kemi marrë 4.8. Pra ne kemi marrë 2 fishin e sondazhit më të mirë. Pra qoftë sondazhi më i mirë sot na nxjerrën edhe 3.5-a, me të njëjtin logjik, unë mendoj që ne jemi shumë afër 7-s. Duke shkuar me të njëjtin logjik, dhe nuk po flet dëshira ime këtu. Po flet një analizë objektive. Pra në këtë sens, e para njëherë sondazhistët në shumicë ndërmuese të rasteve nuk janë të besueshëm, dhe unë mendoj që shumë prej tyre thjesht ofrojnë shërbime kundrejt pagesës. E dyta, edhe nëse dikush bën një sondazh real, domethënë nuk ka qëllimin e keq, ka një problem. Shqipëria është një vend shumë i vështirë për të bërë sondazhe, sepse njerëzit kanë frikë. Kanë frikë të thonë që unë jam me këtë apo atë parti. Dhe sidomos kjo vlen për Lëvizjen Bashkë, një parti e fortë antisistem. Pra është një parti që prek në plag dhe shkel në kallo. Pra s'do guxonin ta tregonin votën. Pushtetshëm. Po unë ju them nga përvoja e përditshme, sa qytetar më thon me gjysmë zëri, do të votoj për ty. Po të lutem atë fotografen aty më e larg, se nuk dua të dal, nuk dua të dukem. Ka shumë vullnet mirë në shoqërinë tonë, por nga ana tjetër ka dhe shumë frikë. Dhe kjo duhet na bëj të reflektojmë. Si ka mundësi që jemi bërë 34 vite, 35 vite pluralizëm, s'po e quaj demokraci, po e quaj pluralizëm. Dhe qytetarët sot çdo vit kanë më shumë frikë. Ai ti që unë mbaj mend, edhe vitin 97 kam qenë adoleshent. Sot njerëzit kanë më shumë frikë se 96, 97. Sa atëherë maksimumi hajën një dru nga polici, por sot kanë hyrë aq shumë në jetën ekonomike të vendit. Diku te dyqani, diku te vendi punës, diku tek familjarët që kanë një raport caktuar me shtetin, tek kempi, tek ndihma ekonomike, saqë po i kërcënojnë qytetarët. Mirë, po ky kërcënim ka për të dalë si bumerang, sepse të kërcënuarit sigurisht publikisht kur i pyet ai sondazhist thotë do votojmë për Edi Ramën. Ç'më duhet mua? Por nga ana tjetër, aty në kutinë e votimit, ai ose ajo do ta merret për këtë presion, për këtë dhundë vazhdueshme psikologjike që partia në pushtet e ka kapilare. Është, do të thënë, gjithmonë ka qenë problem kjo gjë, por mua më çmerit fakti që me kalimin e viteve, në vend që ky problem të zbehej, theksohet. Unë nuk e di si e keni përvojën ju kur flisni me qytetarët në jetën tuaj profesionale apo familjare, pun këtë gjë e vrej shumë. Pra njerëz që kanë një vullnet politik dhe kanë frikë. Po ju tregoj një histori. Para disa ditësh ne bëm një takim tek aty ku është një fushë dhe do bëhet një kull tani me vendimin e KKT-s Edi Ramës tek stadiumi Selman Stërmasi aty përballë. Bëm një takim me banorët e njësisë 5. Edhe erdhën banor mirë. Mirë, po para takimit unë takoja shumë qytetarë që kalonin te rruga aty dhe thoshë shikoj, jemi me ty, por po bëjmë një xhiro këtë të madhe. Se kemi frikë. Kemi frikë. Mbahet mend ka qenë një burr me një fëmijë të vogël, se ky është rasti më tipik. Edhe më thoshte, vjen shumë keq, gati s'po më kërkonte falje. Unë vjesha në sikletë, thoya, po ç'falem kërkon mua, po s'ta se ke fajin ti që ty të kërcënojnë në vendin e punës. Po prapa i ndjente si përgjegjësi këtë, më thoshte që ja do filloj të bëj xhiro me kalamanin. Kthej vërdall me karrocë, do ju dëgjoj nga larg, por nuk guxoj. E njëjta gjë në Shkodër. Marrin qytetarët, fëmijët, se ne i bëjmë vende të hapura. Takimet me fëmijë dhe rrin gjysmë distancë, që po i pa ai i partisë në pushtet, e thot pse more pjesë te mitingu i Lëvizjes Bashkë, thonë jo, është keq kuptim. Kisha dalë luaja me fëmijën ose kisha dalë luaja me qenin. Dhe jemi në vitin 2025 dhe gjithë haj. Si ka mundësi kjo klim frike? Dhe pse këta njerëz që kanë pushtetin i kanë ngulur aq shumë thonjt tek pushteti politik, saqë ju duket, ka pas duket noli një tregim, po fliste për ata që kapen te pushteti me duar e këmbë, do t'ia presësh këmbët, ata kapen me duar, do t'ia presësh duar, dhe ata kapen me dhëm, do t'u presësh vetëm kokën, thasë ndryshe nuk ik nga pushteti. Është shumë për të ardhur keq ky atashim pervers ndaj pushtetit që fsheh pas interesat forta ekonomike dhe fsheh pas përgjegjësi penale. Këta që kanë pushtetin, ata që kanë pushtetin, e din shumë mirë që po e humbën tavan, përfundojnë në burg. Dhe jo për pak vite. Dhe humbin pasurinë, humbin të gjitha privilegjet e tjera, prandaj janë bërë të ndërsyer dhe përdorin çdo mekanizëm për të friksuar qytetarët. Si po duket kjo fushat elektorale me buf, me çyryk, me, domethënë folklor, jo është fyese për qytetarët. Strategjia, sidomos e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës është ta heqin vëmendjen nga problemet reale. Pra të mos japin llogari. Se prandaj ka këtë qasje mendon? Po besoj se po. Po mira, ai këtë qasje ka pasur gjithmonë. Faktikisht. Sepse gjithmonë është fshehur probleme, është fshehur kritikave.
Sepse përndryshe zoti Rama duhet dalë t'jap llogari. Thotë, pse kemi pensionet më të ulta në Evropë? Ka një gjë që nuk shkon këtu. Po fole për pensionet gjatë fushatës, ai nuk bilbilon dot. Po fole për pagat në raport me çmimet, ai nuk bilbilon dot. Po fole për normën e lartë të emigracionit, për subvencionimet jashtëzakonisht ulta në bujqësi. Ai dini që, imagjino, mekanizmi i bujqësisë në Shqipëri është 10 deri 15 herë më i ulët se në Serbi dhe në Maqedoni. Subvencionimi për bujqit është disa herë më i ulët se në vendet e rajonit. Po flisja para ca ditësh me një bletar dhe thoshte për koshere bletësh, Kosova i subvencionon fermerët e vet disa herë më shumë se Shqipëria. Ndërkohë që shteti ynë t'jep diçka komplet qeshrake. Pra, nëse flitet për programet dhe për arritjet apo dështimet, Edi Rama rrin mbrojtje. Ku është i mira i Sisylvos? Kur harrohet politika edhe merremi me ahengun. Se unë besoj që po të mos i pillte mushka dhe të bëj politikan, zoti Rama mund të ishte një humorist jo i keq. Edhe tani këtë pasionin e vet për batuta edhe për humor e përdor si instrument politik. Dhe që nuk put pastaj bufi, bufa, këneta. Tani mua nuk bashkon asgjë me Sali Berishën. Edhe unë mendoj që Sali Berisha një lloj si Edi Rama e ka vendin në burg. Po sa kohë nuk është akoma në burg, diskutimi politik duhet të jetë racional. Nuk mund të drejtohesh askujt. Sigurisht mund të drejtohesh dikujt si korruptuar, sepse është akuzë politike. Për shembull, si e komentoni ju ftesën që i ka bërë Berisha publikisht disa herë Ramës për debat televiziv? Po kjo është dhe Rama nuk ka pranuar. Cili është problemi në Shqipëri? Që të gjithë, përveç Ramës, të gjithë duan të bëjnë debat me një që është çik sipër tyre, po asnjë me ata që janë barabartë dhe një çik më poshtë tyre. Tani, Edi Rama refuzon çdo lloj debate dhe kjo është turp për të. Sali Berisha sigurisht e fton për debat Edi Rama dhe mirë bën, por nga ana tjetër unë mendoj që si në çdo vend tjetër demokratik, këtu kemi një 11 parti dhe koalicione, duhet të kishim një debat në rresht, 11 përfaqësuesit e partive dhe të koalicioneve, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me minutazh kufizuar, caktuar dhe flasin dhe bëjnë debat. Sepse populli nuk ka se ka 100 parti në flet në votime dhe thotë ku do i fusim 100 vet. Ka 11 parti. Dhe unë kam bërë disa herë thirrje publikisht, ore të gjitha partive, hajde ore bëjmë debat, të gjithë bashkë, treshe, dyshe. Asnjë nuk përgjigjet. Dhe jo vetëm Edi Rama dhe Sali Berisha, unë kam dalë disa herë publikisht, edhe tani, po shkojmë te fundi, drejt fundit zgjedhjeve, unë prap po e përsëris si ftesë. Hajde debatojmë. Me kulturë, po nuk do shajmë njëri tjetrin. Ose të paktën unë ju premtoj që nuk shaj njëri. Thjesht do flasin për programet, për karakterin politik për të çdo partie. Më kanë thënë disa gazetarë që më kanë ftuar. Kanë thënë, Arlin, do vish në debat? Gati jam. Po me kë, po tha Edi Rama me Sali Berisha nuk vin. Po mirë mos vin, turpu qof. Jam gati me këto tjetër. Vjen tha me këto partitë e reja në debat? Vi, pa diskutim. Në rregull, pas 5 minutash telefoni. Më vjen keq, nuk bëhen. Nuk duan dalin debat me ty. As me ty, po as me njëri tjetrin, hajde të më kanë nat mua. Nuk u pëlqej unë. Ose kanë frikë se unë do im poshtë në debat. Në rregull, më kanë mua frikë. Po të paktën debatojnë me njëri tjetrin. Ka 30 ditë fushat elektorale zyrtare sa aq është, dhe s'ka pasur një debat. Ore një debat është turp i madh. Është turp i madh para qytetarëve. Si për vit ti kërkon votën, dhe votën e kërkon në zgjedhje konkurruese, pa nuk është se është sistem një-partijak. Në zgjedhje konkurruese qytetari duhet di këtë votoj dhe duhet i shoh në kontrast, jo secili me kamerën e vet, me imazhin e vet kuruar, se ky është mashtrim. Kur shkon në tregti, i gjen rreshtat ata tregtarët që shesin. Dhe të gjithë ekspozojnë mallin e tyre. Dhe ti si qytetar vete kontrollon cilësinë e çmimit dhe zgjedh më të mirën. Partitë nuk ta ofrojnë këtë të drejtë. Ne po them edhe një herë, unë personalisht, po në përgjithësi ne Televizionist Bashk e kemi bërë disa herë këtë si thirrje. Të debatojmë në mënyrë të qytetëruar. Jemi përfaqësues partive politike, unë jam kryetari i Lëvizjes Bashk, të tjerë janë kryetarë të partive apo të koalicioneve që marrin pjesë zgjedhje dhe duhet të debatojmë. Ta di qytetari pse do të votojë. Pra, ka qenë një mbishkrim tek Wall Street Journal, më duket, nuk e di a e kanë akoma, që thoshte demokracia vdes në errësirë. Shumë e bukur ka qenë. Ka pëlqyer shumë dhe tamam kështu është. Demokracia vdes në errësirë. Pra ku qytetarët nuk kanë mundësinë të shohin me sy dhe të dëgjojnë jo vetëm me vesh, por edhe me mendje, pikpamjet, kontrastin e pikpamjeve, votojnë në errësirë, votojnë bazuar tek te reklama, te propaganda, ndërkohë që demokracia duhet të ishte diçka shumë më substanciale. Refuzojnë të gjithë. E meqense jemi këtu, kishte bërë një mesazh fare të shkurtër ambasada amerikane në Tiranë, ku sigurisht në emër të SBA-ve, ftonte qytetarët shqiptar të votojnë më 11 maj pa frikë. Një fjali e shkurtër në gjuhën shqipe. Nëse i hym më thellë, po themi, lexojmë dot nën këtë rresht apo është një nga këto klishet
që bëhen gjithmonë. Po ju marr diçka për krahasim. E imagjinoni do t'ju ambasadën amerikane ose çfarë do ambasade tjetër? Voto pa frikë. Mos ki frikë. Domethënë, të dua të them. Imagjinoni tani ambasadën amerikane ose ambasadën e çdo shteti tjetër, që kur janë zgjedhjet në Finland, bën një deklaratë tillë. Çdo kishte kuptim. Sepse do dilte ai finlandezi do thoshte, po ç'ne frikë? Ku kemi frikë? S'ka gjë për frikë. Çka përse kur ti thua pa frikë, do të thotë që ekzistojnë kushtet objektive të frikës, do të thotë që ka informacione, dhe unë e di këtë gjë, që shumë qytetarë ndjen të frikësuar. Prandaj kjo që thot ambasada amerikane është e drejtë, e vërtetë, por në Shqipëri ka një klim frike.